Në pamje të parë, pyetja juaj është e drejtë dhe është e vërtetë se shqiptarët më shumë se për çdo gjë tjetër vuajnë për ato që ju thoni. Por unë nuk e di moshën tuaj, por për ata që kanë përjetuar në diktaturë e kanë të qartë se censura, cila do qoftë ajo, është akti më i shëmtuar i diktaturës dhe se të gjitha diktaturat nisin me censurën. Lidhur me këtë, duhet të rikujtoj një fjalë të presidentit Donald Trump, që në vlerësimin tim është deklarata më e fuqishme e jetës së tij. Ai u tha amerikanëve para se të fitonte, që rreziku më i madh për kombin ton nuk është Kina, nuk është Rusia, ata janë, por rreziku më i madh është armiku i brendshëm. Ai armik i cili lartësonte flamurin e censurës, i cili e lavdronte censurën, ngrinte në institucione të vendit të lirisë zyrat e censurës. Kompanitë e mëdha që bën revolucion në komunikimin në shoqërinë njerëzore u rikthyen tek censorët dhe krijuan shtabet e censurës. Sekretari i Departamentit të Shtetit Antony Blinken në një vizitë blis në Shqipëri, vetëm marrëveshje që firmosi ishte marrëveshja për censurën me ministrin e jashtëm. Pra, pse ky reagim? Sigurisht do ta pranojmë. TikToku është një mjet jashtëzakonisht tërheqës dhe komod për komunikimin. Por akti i bllokimit të tij për faktin se me TikTok të rit po e kritikonin dhe po e përqeshnin Edi Ramën, është një akt brutal, është intolerancë e tij ndaj mendimit ndryshe. Për më tepër, nuk e di a je në dieni, por Edi Rama mori shkas për bllokimin e tij një shkak të rrem, një pretekst të rrem. Ai tha se i ndjeri Martin Cani u vra nga shoku i tij sepse u zun në TikTok. Por kompania TikTok deklaroi botërisht se as Martini, as shoku i tij nuk kishin llogari në TikTok. Pra, ky është, dhe të falenderoj për pyetjen që bëre, kjo është arsyeja sepse ne protestojmë për të kundër censurës, mbasi kur një kryeministër nuk ka të drejtë të privojë qytetarët e vet nga një mjet komunikimi. Ky bën atë që bënte Enver Hoxha, nëse ju kujtohet ju, me zërin Amerikës, që i vinte zhurmues në të katër anë, apo me televizionet italiane që u vinte zhurmues në mënyrë që njerëzit të mos ndëgjonin të vërtetat nga këto mjete.